Anulohet sërish seanca gjyqësore rastit Puq, zihen gjykatës ja Lëndës Lubinka Bashevska dhe prokuroria speciale Kati Sajaneva. Ish deputeti BDI-s Arben Llabënishti i bashkohet lëvizjes Besa, i tha se kësaj radhe i bashkohet një vizioni progresist i cili kërkon ridefinimin e shtetit. Jugohromi vazhdon të ndot Pollogun, inspektoriati i dërgon vendimin për shuarjen e furrave të kombinatit, qeveria hesht. Familja Limaj nga Hasanbegu i Shkupit jeton në mjerim të plot, nën e bitës së Mura Rënd jetojnë në një shtëpi gati të rënuar. Përshëndetje, shikues nderuar, jeni me edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Shenja. Lëvizjes Besa sot i është bashkuar Arben Llabënishti, ish deputet dhe ish zëvendës ministër, i cili është distancuar nga politikat e BDI-s. Llabënishti ka theksuar se po i bashkohet vizionit progresist të lëvizjes Besa, i cili kërkon ridefinimin e shtetit ku shqiptarët do të jenë të barabartë me maqedonasit. Ndërsa kryetari i lëvizjes Besa, Bilal Kasami, deklaroi se lëvizjes për çdo ditë i bashkohen intelektualë dhe figura të rëndësishme shqiptare në Maqedoni. Ndërkohë njoftojmë shikuesit se Arben Llabënishti do të jetë i ftuar në emisionin debativ Arena që transmetohet sot në orën 22:35 në televizionin Shenja. Arben Llabënishti është bashkuar sot edhe zyrtarisht lëvizjes Besa në konferencë për shtyp. Llabënishti deklaroi se i bashkohet Besës për shkak se edhe pas një viti e gjysmë pasi ka dhënë dorëheqje nga posti i zëvendës ministrit të mbrojtjes, liria për shqiptarët është e cunguar nga institucionet e shtetit, drejtësia për shqiptarët nuk njihet dhe as pak nuk flitet për barazinë e shqiptarëve. Llabënishti shtoi se kësaj radhe i bashkohet një vizioni progresist, i cili kërkon ridefinimin e shtetit ku shqiptarët do të jenë të barabartë me maqedonasit. Unë sot jam në mesin e shokëve, miqve, politikanëve të konsoliduar me një vizion të qartë, të moralshëm, me cilët bashkërisht do të përpiqemi me seriozitetin më të madh për të arritur barazinë e shqiptarëve me maqedonët nëpërmjet platformës tonë ridefinimi. Dua që të gjithë ata shqiptarë, kudo që janë, nga Struga deri në Kumanov, që duan të mirën e familjeve të tyre, duan të mirën e shqiptarëve, duan që shqiptarët jenë dinjitos në këtë vend, le të urdhërojnë, le të bashkohen platformës të lëvizjes Besa, që së bashku ne të fitojmë për të mirën e fëmijëve tanë, për të mirën dhe të ardhmen familjeve tona. Kryetari i lëvizjes Besa, Bilal Kasami, deklaroi se lëvizjes Besa për çdo ditë i bashkohen intelektualë dhe figura të rëndësishme shqiptare në Maqedoni, për shkak se ajo ka bërë koalicion me shqiptarët e Maqedonisë. Kasami tha se shqiptarët e njohin shumë mirë Arben Llabënishtin për kontributin që ka dhënë për çështjen shqiptare në Maqedoni. Është vërtet një vlerësim i punës së lëvizjes Besa që bashkarisht këtë mision të cilin e kemi nisur ta vazhdojmë me njerëz, me intelektual siç është doktor Arbeni, ne që sot i thrasim të gjithë shqiptarët e Maqedonisë ta bëjnë atë hap të cilin e bëm dje, të cilin sot e bëri doktor Arbeni dhe kërkojmë që edhe shqiptarët e Maqedonisë që nesër ta bëjnë këtë hap dhe të bashkohen këtij misioni, këtij koncepti të cilin ofron lëvizja Besa. Nëse dje në zgjedhjet deri tanishme shqiptarët kishin arsyetim se nuk kemi alternativë, sot lëvizja Besa po e ofron një alternativë të shëndosh që një herë për gjithmonë shqiptarët e Maqedonisë të jenë të përfaqësuar në institucionet atje ku janë. Kasami i ka ftuar shqiptarët e Maqedonisë të bashkohen lëvizjes Besa, duke potencuar se të gjithë janë të mirëpritur për të vazhduar misionin bashkërisht. Arben Llabënishti ka qenë deputet nga radhët e BDI-s dhe zëvendës ministër i mbrojtjes, nga ku dha dorëheqje për shkak të mospajtueshmërive me organet e BDI-s. Seanca gjyqësore për rastin Puq sërish u anulua për një datë të pacaktuar. Në seancën e sotme pati zëng verbale mes gjykatëses Lubinka Bashevska që anuloi seancën dhe prokurore speciale Kati Sajaneva, e cila kërkoi nga gjykata të mos bëj obstruksione. Në seancë nuk u paraqit si dëshmitar ish kryeministri Nikola Gruevski, ndërsa i akuzuari për këtë rast lideri i LSM-s Zoran Zaev tha se ndodhit brenda në gjykat janë dëshmitar për gjendjen e gjyqësorit të politizuar.
Seanca e sotme për rastin Puç u anulua në tensione të ashpra në gjykat. Gjykatësja Lubinka Bashevska tha se nuk ka kushte për mbajtjen e seancës, pasi 2 gjykatës e Porot nuk e kanë certifikatën e sigurisë të nevojshme për të pasur qasje në prova. Kjo e irritoi tejmase prokurorën speciale Katisa Janeva, e cila ju kundër përgjigj gjykatëses me ashpërsi se po e keq përdor detyrën për të prolonguar qëllimisht gjykimin, edhe pse personat e dyshuar për këtë rast janë nën masa të veçanta të kujdesit. Momenti më kulminant ishte kur gjykatësja Lubinka Bashevska tha se seanca prolongohet për ndonjë datë të pacaktuar dhe kjo shkaktoi reagim të ashpër tek Janeva dhe avokati i mbrojtjes Filip Medarski. Si nuk keni turp, të paktën një herë në karrierën tuaj bëhuni transparente. Tërvitin po na maltretoni. Në çfarë ngjan kjo? Si nuk keni turp, bërtiste Janeva vazhdimisht ndaj gjykatëses Lubinka Bashevska. Janeva në një moment i kërkoi gjykatëses dhe ndihmësve të saj që të tregojnë certifikatën e sigurisë, por gjykatësja vetëm vazhdoi të kërcënoi Janevën dhe avokatin mbrojtës Filip Medarski se do t'i gjobit nëse nuk e ulin tonin dhe nëse nuk e respektojnë gjykatën. Gjykatësja në proces verbal shënoi se Janeva sillet në mënyrë të pahishme, por nuk i shënoi replikat dhe kritikat e saj dhe avokati tjetër se ajo po prolongon qëllimisht seancën. Avokati Filip Medarski e pyeti disa herë gjykatësen se përse nuk ka ardhur Nikola Gruevski si dëshmitari i vetëm në këtë rast, por Lubinka Bashevska anashkaloi pyetjen dhe lëshoi sallën e gjykimit. Lideri i LSDM Zoran Zaev, si i dyshuari në procesin Puç, pas mbarimit të seancës, tha se ndodhit brenda në gjykat janë dëshmi për gjendjen e gjyqësorit të politizuar. Zaev e pyeti gjykatësën se a është e vetëdijshme se po zhvillon një proces politik. Dobro, javnost беше сведок со вашето присуство. Opinioni ishte dëshmitar se kjo gjyqësi është e gjunjëzuar, gjyqësori jon është tërësisht i shkatëruar, kryetari i këshillit gjyqësor dhe vetë këshillit gjyqësor treguan para publikut se ata nuk kanë për qëllim që të zhvillojnë një proces juridik, po një proces politik. Dua të pyes hapur, a është e vetëdijshme se në vend të një procesi juridik ajo po bën një proces politik? A është e vetëdijshme se në çfarë pozite e ka shfaqur gjyqësorin e Maqedonisë? Zaev është personi i 4 i dyshuar në këtë proces për spionim dhe për dhunë ndaj funksionarëve të lartë shtetëror. I akuzuari i parë është Zoran Verushevski dhe bashkëshortja e tij Sonja Verushevska, i punësuari në MPB Gjorgji Lazarevski dhe i punësuari në komunën e Strumicës Branko Palifrov. Procesi filloi menjëherë pas publikimit të bombave të opozitës me deklarimet e ish kryeministrit Nikola Gruevski se Zaev e ka shantazhuar me ato inqizime dhe ka kërkuar shpalljen e zgjedhjeve. Ky rast zhvillohej nga prokuroria themelore, ndërsa para një viti i kaloi prokurori speciale. Gjykata njoftoi se seanca e ardhshme për rastin Puç do të mbahet kur të sigurohen certifikatat e sigurisë për gjykatësit Porot dhe kërkoi që të mos manipulohet me opinionin se gjoja gjykata e ka zvarritur procesin, duke kujtuar se disa seanca me radhë janë anuluar me kërkesë të prokurores dhe të akuzuarve. Ruajtja e qetësisë, mos përdorimi i dhunës, komunikimi, bashkëpunimi dhe veprimi pozitiv janë 5 kriteret bazë për arritjen e kodeksit parandalim gjatë kohës së zgjedhjeve të prezantuar nga Qendra Maqedonase për Kulturë dhe Zhvillim. Nelko Nelkovski, udhëheqës i projektit, tha se ata do të monitorojnë edhe zgjedhjet, edhe përveç periudhës parazgjedhore, intensivisht do të punojë edhe pas përfundimit të zgjedhjeve. Qendra Maqedonase për Kulturë dhe Zhvillim prezantoi sot kodeksin për parandalim gjatë kohës së zgjedhjeve. Kodeks ky i cili përfshin disa principe. Këtë vit kjo organizat do të ketë rol të monitorimit të zgjedhjeve parlamentare. Udhëheqësi i projektit parandalim gjatë kohës së zgjedhjeve, Nelko Nelkovski, tha që qëllim parsor i kësaj organizate është të punojë së bashku me partitë në drejtim të zhvillimit të zgjedhjeve të lira, fair dhe demokratike. Ndërsa për arritjen e tyre është e nevojshme zbatimi i 5 kritereve bazë, ruajtja e qetësisë, mos përdorimi i dhunës, komunikimi bashkë dhe veprime pozitive. Во ова смисла нашата Në këtë drejtim, fushata jonë në 10 ditëshin e ardhshëm parashet të vizitoj gjithë partitë politike në vend, të shoh komunikimin dhe bashkëbisedimin e tyre, do të bëhet prezantimi i gjithë aktiviteteve tona dhe do t'i ftoj ato të bashkangjiten në procesin final.
Nedelkov tha se zbatimi i këtyre kritereve gjatë periudhës parazgjedhore do të sjellë rezultate pozitive, normalisht edhe me nënshkrimin e këtij kodeksi nga ana e partive politike. Kryetari i kësaj organizate tregoi që përveç periudhës parazgjedhore, intenzivisht në këtë drejtim do të punojnë edhe pas përfundimit të zgjedhjeve. Na denot në izborite, vusite Në ditën e zgjedhjeve në gjitha komunat e Republikës së Maqedonisë dhe në qytetin e Shkupit do të vëzhgojmë aspektin e parandalimit, ndërsa intenzivisht do të punojmë edhe në procesin e pasmbarimet të zgjedhjeve dhe në fund do të prezantojmë raportin përfundimtar. Gjithashtu do të xhirojmë një film dokumentar në mënyrë që të gjitha aktivitetet të jenë të dokumentuara dhe të prezantuara në aspekt të parandalimit. Nga kjo organizat njoftuan se ata kanë nënshkruar marrëveshje memorandume me Komisionin Shtetëror Zgjedhor, Ministrinë e Punëve të Brendshme, Sekretariatin Republikan për Mbrojtje në Trafik, ndërsa më 11 nëntor ftohen të gjithë partitë politike të nënshkruajnë këtë kodeks. LSDM-ja do ta publikojë listën e deputetëve të dielën më 6 nëntor pas kongresit partijak. Këtë e kumtoi lideri i kësaj partie Zoran Zaev. Kreu i partisë opozitare tha se ata po e zhvillojnë agjendën e tyre që kanë parashikuar për zgjedhjet e parakohshme parlamentare me insistimin për vota të të gjithë etniteteve. Zaev tha se janë duke zhvilluar bisedime intensive me partnerët e koalicionit për të përpiluar listat e përbashkëta, por se theksi më i veçantë po i kushtohet asaj se cilat persona do të jenë në listë. Pas skadimit të afatit mbetet ende e paqartë nëse do të mbyllet ose jo Jugochromi. Derisa Inspektoriati Shtetëror i Ambientit i ka dërguar sot fabrikës së Jugochromit vendimin për shuarjen e furrave, ndërsa qeveria vazhdon të heshtë duke mos sqaruar nëse fabrika ka plotësuar kushtet e kërkuara. Inspektoriati Shtetëror i Ambientit i ka dërguar sot fabrikës së Jugochromit vendimin për shuarjen e furrave, ndërsa qeveria vazhdon të heshtë edhe pas skadimit të afatit për vendosjen e filtrave në ndotësin më të madh të rajonit të Pollogut. Inspektoriati Shtetëror ka kryer inspektim në ambientet e Jugochromit, ku ka konstatuar mos përmbushjen e detyrimeve për vendosjen e filtrave dhe ka dorëzuar vendimin e tyre, sipas të cilit kjo fabrik nuk guxon të riaktivizohet deri në përmbushjen e kushteve. Sot Inspektorati Shtetëror kreu inspektimin në ndërmarrjen Jugochrom Alzar dhe në bazë të procedurave ligjore kreu inspektimin, me rast edhe u dorëzoi vendimin me të cilin është marrë vendim për ndërprerjen e punës, gjithsesi aktiviteteve të cilat i zhvillon ndërmarrja Jugochrom. Por qeveria, e cila edhe herën e kaluar pas vendimit të inspektoriatit vendosi përsëri t'i jap afat shtesë Jugochromit, kësaj radhe vazhdon të heshtë. Ekzekutivi sot ka thirrur mbledhjen e zakonshme që e mban çdo të martë, por deri në këto çaste mësohet se Jugochromi ende nuk është vendosur në rendite. I pyetur se kur do të pushojë së punuari kjo fabrik, nga inspektoriati u arsyetuan se ky është një proces që kërkon kohë. Domethënë, procesi i shkyqjes furrave është proces teknologjik i cili kërkon kohë dhe do të përmbahen procedeve për shuarjen e furrave. Normale ajo do të zgjas, nuk është stufë elektrike e cila shkyqet nga rryma dhe mbaron punë. Ndërkohë, drejtoria e kombinatit metalurgjik ka kërkuar edhe 18 muaj kohë nga qeveria për vendosjen e filtrave, duke u arsyetuar me vonesat gjatë sigurimit të lejeve të nevojshme. Ndrojmë temë, familja Limaj nga Hasanbegu pret nga njerëzit bamirës për t'ju ndihmuar për t'i tejkaluar problemet e shumta. Kryefamiljarja Mersa Limaj vuan nga sëmundja e zemrës, ndërsa vajza e saj është e prekur nga tumori në tru. Situata u rëndua dhe më shumë kur vërshimet e 6 gushtit morën me vete edhe ato pak gjëra të vlefshme që i kishin. Një gjysmë shtëpie me minimum kushte për një jetë normale, edhe me një pension që mezi arrin të mbuloj muajin. Janë këto vështirësit me të cilat përballen një nënë dhe një vajzë. Janë këto personat e vetëm që frymojnë në këtë hapësirë dydhomshe. Njëra vuan nga sëmundja e zemrës, ndërkaq tjetra nga tumori në tru. Jeta u bë shumë e vështirë për to kur i zoti i shtëpisë nderoi jetë para 5 viteve.
duke lënë pas vetes gruan, vajzën e tij, një pension dhe vetëm një gjysmë shtëpie, pasi pjesën tjetër e shfrytëzon vëllai të ndjerit, gjithsesi kunati kryefamiljarës. Situata u rëndua edhe më shumë kur vërshimet e 6 gushtit morën me vete gjithçka që ndodhej në podrumin e kësaj shtëpie, të cilën familja Limaj e shfrytëzonte si dhomë ndenje, duke lënë pas vetes vetëm këto pamje, të cilat sigurisht nuk ngjajnë më në një dhomë ndenje. Kryefamiljarja Mersa Limaj rrëfen me lot në sy vështirësitë me të cilat përballen ato, nga njëra anë sëmundjet me të cilat përballen në nebi dhe nga ana tjetër kushtet e rënda ekonomike. Kret na kanë uj na ka qut, ka këna pas, kret. Jom tu jetu me një penzime qike. Kur gjo s'ka. Me ilace, me kret pa ble, me pare, ma shumë me pare, se me qështë qika ka tumor, ka hjek, opet kishdar. Opet duhet me bon operaci. Pa këtu, aja bon operaci, edhe pre para ka bon operaci këtu edhe. Pune val pi zemrës, pi nerët, që kretë pa drina, pi nerët, pi reumës, pi kretë. Që ta s'kom kur gjas një të nxere, asë që kretë. Ajo loqë, të nxerat jonë konë, pa 6 vit jonë konë, por kretë loqë. Ten uj, ten tavan, shihni, ten tavan uj. E s'mushme hi, as kom pas qizme, as kur gjohi, ishta një kush shika nërë, më ka një më pak. Ndërka që në hapësirën të cilën jetojnë, akoma mund të shihen qartë gjurmët që kanë lënë vërshimet, muret të cilat akoma nuk janë pastruar dhe një erë rënd, që e vështirëson edhe më shumë qëndrimin në këtë hapësirë. Kret uj ka qitë me gjomat, me kret, edhe poshtë e shihin. 500 euro. A këto, 500 euro, gjosë mush me bo. Shka me bo me 500 euro? Jeta ranë. Opet pak vjen penzia, qojna mu i ndiqish, mo që tash këto ujna boni, prekërkon, edhe me smujen, edhe me kur gjoski. Ajo i lutë të gjithë njerëzit human që të ndihmojnë atyre, që të paktën t'ju sigurojnë atyre kushtet elementare për jetë. Në Shkup janë promovuar 2 komplete të reja nga shtëpia botuese Logos. Tokat e liruara 1941-44 nga Qerim Lita dhe Shkupi ndërmjet 2 luftrave botërore me autor Skender Hasani. Tokat e liruara 1941-1944 nga Qerim Lita dhe Shkupi ndërmjet 2 luftrave botërore me autor Skender Hasani janë 2 tituj të ri që sjell shtëpia botuese Logosa në bashkëpunim me ITKSH për lexuesin shqiptar. Në këto 2 studime dhe hulumtime historike të cilat u promovuan në Shkup, autorët u sjellën lexuesve dokumente të një periudhe të ndjeshme historike që deri më tani kanë qenë të mbuluara nga pluhuri i arkivave të Shqipërisë, Kosovës dhe Maqedonisë dhe si të tilla kanë qenë të paprekura nga duart e studiuesve dhe të panjohura për opinionin e gjerë. Gjatë përpilimit të veprës Tokat e liruara 1941-44, autori i saj Qerim Lita ka përdorur mbi 850 dokumente arkivore, të cilat në mënyrë të detajuara paraqesin organizimin e pushtetit civil në viset të Kosovës, Dibrës dhe Strugës, të cilat gjatë kohës së sundimit fashist ju bashkuan Shqipërisë. Gjatë promovimit të librit Lita shpalosi disa nga to. Kosovë thot emrova komandant të shtabit kryesor për Kosovë, për Kosmet, ashtu e njishin, Kosmet Padilogjen, i cili nuk ka asnjë ushtar shqiptar. Ja, kjo ishte e vërteta. Padilogja komandant, pa asnjë ushtar shqiptar. Duke folur mbi tokat e liruara, referuesit Beqir Meta dhe Halil Purellku thanë se ky libër sjell shumë informacione të pasura dhe të qarta për periudhën komuniste, e cila sipas tyre ruan akoma pasoja deformuese. Ky botim dokumentar është një antihelm shërues për historiografin tonë, që ende vuan pasojat e rënda deformimeve faktologjike e botë kuptimore të historiografisë komuniste, e cila ka qenë bisonduese për 50 vjet. Tani krijohet dhe një mundësi për studiosit që në këtë përmbledhje dokumentesh të gjejnë për çështje konkrete një informacion të pasur dhe në shumë raste kriteri
e që gjatë analizës shkencore do t'ju shërbej si referencë serioze për ballafaqqimin e fakteve historike të proveniencave të ndryshme. Ndërkohë Shkupi ndërmjet dy luftrave botërore, siç u shpreh autori i saj Skender Hasani, ka të bëjë me mbijetesën e shqiptarëve si dhe sulmet e ashpra të pushtuesve të ndryshëm ndaj qytetit të Shkupit. Shkupi ka qenë synim i shumë perandorive, por më të ashpra ishin synimet e shtetëve fqinj dhe sidomos të Serbisë, sepse ajo që në mesjet kishte shpallur edhe kryeqendër të perandorisë së saj, dhe ajo dëshironte që kjo kryeqendër të jetë ekskluzive kryeqendër serbe. Referuesit e librit në fjalë Nureddin Ahmeti dhe Sevdail Demiri u shprehen se ky botim është rezultati një pune hulumtuese disa vjeçare të autorit në arkivat e Maqedonisë, Shqipërisë dhe Kosovës, duke hulumtuar fonde nga më të ndryshme që ruhen në këto arkiva. Në periudhën ndërmjet dy luftrave botërore, padrejtësitë të ushtuara nga pushteti i atëhershëm ndaj një pjesë të popullatës së Shkupit me rrethin kishin marrë për masa shqetësuese. Përmes dokumenteve të siguruara kryesisht nga arkivat shtetërore të Maqedonisë, Shqipërisë dhe Kosovës, dalin në pa të vërteta të paparamenduara për gjendjen e Shkupit dhe shqiptarëve në këto periudha mjaft delikate të kaluarës sonë. Natyrisht, Shkupi është kryefjale këtyre vëllimeve. Libri Tokat e liruara përbëhet prej 4 vëllimeve, ndërsa Shkupi ndërmjet dy luftrave botërore është me 2 vëllime. Serbia ka caktuar 30 ditë paraburgim për ish luftëtarin e UÇK-s Hilmi Kelmendi, ndërkohë lirohet komandanti i policisë Nehat Thaçi. Civilët në qytetin irakian Mosul kanë nisur që të largohen si pasojë për leshjeve të ushtrisë irakiane dhe militantëve të organizatës terroriste ISIS. Eci më me zhvillimet nga rajoni dhe bota, gjykata e Beogradit ka shqiptuar 30 ditë para burgim për të arrestuarin shtetas të Kosovës, Hilmi Kelmendi. Ministria e Punëve të Jashtme e Kosovës përmes një komunikate me shkrim ka reaguar pas arrestimit, duke apeluar që shtetasit e Kosovës të shmangin udhëtimin nëpër Serbi. Njëkohësisht, Ministria e Punëve të Jashtme paralajmëron se do të kërkojë edhe nga shtetet tjera në rajon dhe Bashkimin Evropian që të mos i marrin parasysh flet arrestimet e Serbisë për qytetarët e Kosovës. Ndryshe, Kelmendi u arrestua derisa po udhëtonte tranzit nëpër Serbi në drejtim të Gjermanisë në bazë të një urdhri të gjykatës për dyshimin se ka kryer krime lufte gjatë viteve 1998-99 në luftën e Kosovës. Në akuzën e njëjtë, në fund të shtatorit u arrestua dhe drejtori i policisë së Kosovës në zonën veriore të Mitrovicës, Nehat Thaçi, i cili u lirua sot nga autoritetet serbe. Kërcënimi nga Rusia është në rritje, deklaroi kreu i shërbimit vendor të inteligjencës britanike Andrew Parker. Drejtori i përgjithshëm i MI5, Andrew Parker, në një intervistë për prestigjiozen The Guardian, tha se Kremlini përbën kërcënim më të madh për Britaninë në një kohë kur vendi u përball me rrezikun nga grupet terroriste si ISIS dhe disidentët e Irlandës së Veriut. Rusia është duke përdorur një gamë të madhe të organeve shtetërore dhe fuqive tjera për të quar përpara politikën e saj të jashtme në mënyrë agresive për fshirë propagandën, spionazhin, përmbysjen dhe sulmet kibernetike. Aktualisht Rusia është aktive anë mban Evropës si dhe në Britani të Madhe, tha ai, për të shtuar se Rusia ka një numër të konsiderueshëm të spionëve në Britani të Madhe dhe përveç kësaj është aktive edhe në luftën kibernetike. Sipas një raporti të ri të publikuar nga UNICEF-i, një në 7 fëmijë të botës është i ekspozuar ndaj një mjedisi të ndotur në nivel rreth 6 herë më të lartë se standardet ndërkombëtare të përcaktuara nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Raporti u publikua një javë para konferencës së Kombeve të Bashkuara për ndryshimet klimatike që mbahet në Marrakesh të Marokut. Sipas raportit, rreth 2 miliard fëmijë jetojnë në rajone ku niveli i ndotjes në mjedisin e jashtëm e tejkalon shifrën e përcaktuar në udhëzuesin e Organizatës Botërore të Shëndetësisë. 620 milion prej këtyre fëmijëve jetojnë në Azinë Jugore, 520 milion në Afrikë dhe 450 milion në rajonin e Azisë Lindore dhe Paqësorit. UNICEF-i thotë se do t'i kërkojë vendeve pjesëmarrëse në konferencën e klimës të marrin masa urgjente për t'i mbrojtur fëmijët nga ndotja.
Ka nisur largimi i civilëve në zonën e konfliktit në qytetin irakian të Mosulit, raporton Agjencia Anadolu. Civilët në zonën mes qytetës Bertilla dhe rreth fshatit Bazvaja, të cilat gjenden rreth 1 kilometër në afërsi të Mosulit, kanë nisur të largohen nga shtëpitë e tyre për shkak të konfliktit. Si pasojë e përleshjeve të ushtrisë irakiane dhe militantëve të organizatës terroriste ISIS, civilët të cilët ndjejnë si kërcënim këtë situatë kanë filluar të largohen, të vendosur në makina dhe me flamuj të bardhë. Nga ana tjetër, forcat e sigurisë që ndodhen në terren kanë deklaruar se civilët e larguar nga shtëpitë e tyre do të dërgohen në kampet e ndërtuara në zonat e sigurisë të kontrolluara nga ushtria irakiane. Forcat speciale antiterror të ushtrisë së Irakut, të cilat njihen ndryshe edhe si forcat e Argjenta, në kuadër të luftës për çlirimin e qytetit Mosul, kanë hyrë sot në mëngjes në lagjen Kokxheli, e cila ndodhet rreth 1 kilometër në afërsi të qytetit Mosul. Në vitin 2017, Kanadaja do të pranoj 300.000 emigrante dhe pse rekomandimet ishin për rritje të numrit të tyre në mënyrë që vendi të ketë më shumë fuqi punëtore dhe rritje ekonomike. Qeveria tha se baza e pranimeve do të jetë fillimisht 300.000 si banor të përhershëm dhe shumica atyre do të përzgjidhen do të jenë emigrante ekonomik. Kanadaja ka pranuar 259.000 shtetas të huaj, ndaj për ministrin e emigracionit John McCallum, duke bërë objektivin e përvitshëm, 300.000 është themel i fortë. Kanadaja ka një popullsi prej 35 milion banorësh, por shumica në plakje, çka përbën një sfidë për rritjen ekonomike. Kanadaja do të rriste objektivin e saj vjetor të emigracionit për 450.000 gjatë 5 viteve të ardhshme. Në kohën që numri i emigrantëve ekonomik do të rritet ndjeshëm, numri i refugjatëve që do të pranohen që do të ulet po ashtu ndjeshëm nga 56.000 në 40.000 azilantë. Dhe për fund, një lajm nga fusha e kulturës, gjatë edicionit të 10 të festivalit ndërkombëtar teatror, Skupi Festival do të shfaqen 7 shfaqje europiane, ndërsa festivali do të paraprihet nga një sër aktivitetesh shoqëruese. Programi Skupi Festival këtë vit përmban 7 shfaqje. Festivali ndërkombëtar teatror Skupi Festival këtë vit shënon përvjetorin e 10 jubilar. Gjatë këtij edicioni të 10 do të shfaqen 7 shfaqje evropiane dhe festivali do të paraprihet nga një sër aktivitete shoqëruese. Programi i Skupi Festivalit këtë vit ka përmban 7 shfaqje. Shfaqjet e kemi, fillojmë me shfaqjen Shërtori 2 zotrinjve nga Teatri Profesional i Prizrenit, pastaj kemi Fshiksat, pastaj kemi Pagjumësia, shfaqje e një teatrit privat nga Çekia. Ata të hynë Patrokitur është shfaqje nga një teatr gjithashtu privat i Tiranës që flet për temë ka regjimin komunist asaj kohe. Shfaqja Vampir, një tekst i njohur bulgar, vjen me teatrin e Blagoevgradit dhe përpara se të vdesësh nga një teatr gjithashtu privat i Budapestit, Hungarisë, edhe Josefina nga shfaqje e një teatri alternativ nga Brukseli. Ky festival do të mbahet prej datës 3 deri më datën 9 nëntor në Qendrën Kulturore të Rinisë në Shkup. Shikues të nderuar, kaq kishim për këtë edicion. Faleminderit për vëmendjen tuaj, natën e mirë.